إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah në falenderojmë, selam dhe salavatet qofshin për me të dashrin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Tashmë jemi në gjuzin e 9 të Kuranit, duke shpjeguar temat më të rëndësishme nga kjo pjesë kuranore. Në gjuzin e 8 është përmbyllur gjuzi me disa nga tregimet e profetëve, sikurse Luti apo edhe Shuaibi. Ndërsa në këtë gjuz tani fillojmë me tregimin e njërit prej profetëve më të mëdhej të Kuranit, i cili tregimi i tij është më i trajtuari, më së gjati në Kuran. E madje edhe në këtë sure është fjala për tregimin e Musait alayhi salam. Dhe kjo jo rastisht, nga se ne kërkojmë mbrojtje qysh në surën Fatiha që të mos i përngjasojmë popullit të Benu Israilëve, apo në këtë rast hebrejve të cilët e morën hidhrimin e Allahut të lartësuar, të cilët nuk e zbatuan atë që e kishin marrë si dije nga Allahu i lartësuar. Dhe tregimi i Musait alayhi salam i shpalos shumë tema në këtë sure, ndërto është edhe ballafaqimi i tij me tiranin, despotin faraonin, dhe se si e edukon popullin e tij që të kthehen tek Allahu i lartësuar, kërkojnë ndihmën e tij vazhdimisht. Në vijim do të trajtojmë këtë temë duke së bashku me mua, do të trajtojmë këtë temë në lidhje me surën Araf dhe pastaj një pjesë nga sura Anfal në gjuzin e 9. Me mua është Hoxh Mirësim Maliqi, mirë se vini, dhe Hoxh Ahad Dërguti, mirë se vini. Hoxh Mirësim, në lidhje Allahu i lartësuar në këtë sure i tregon se si i sprovon njerëzit me begati dhe me mirëqenie. Dhe gjitha kjo në mënyrë që të kthehen tek Allahu i lartësuar. Ne vijmë në saktësisht në ajetet 94 deri në 102, shpalosen disa prej këtyre sprovave të cilat Allahu i lartësuar i thirr njerëzit që të kthehen tek ai. A mund na njoftosh pak më në detaje? Po, Allahu shpëleft. Në ajo që duhet me pas konsiderat që ka të bëjë me njohjen e Allahut subhanahu wa taala është që Allahu azza wa jalla nuk i ka sjell krijesat në ekzistencë për t'i ndëshkuar. Do thonë nuk është objektiv i ekzistencës që këto krijesa në fund të përfundojnë tek ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, ndodh që njerëzit nuk reflektojnë, nuk udhëzohen dhe nuk i pranojnë këshillat e Allahut dhe rrjedhimisht nuk shpëtojnë nga ndëshkimi i Allahut. Konsideroj që është rëndësishme mi ditën 3 veti, po ose më saktë me thon 3 dije që kanë bën me Allahun për me mujt me kuptuar këtë temë ndoshta në thelb. Ka të bëjë me ursinë, drejtsinë dhe mëshirën e Allahut. Do thonë, dërgimi i profetëve, ose zbritja e librave, ose shpalosja e shenjave, gjithçka që ka të bëjë me krijesat, është me drejtsinë e Allahut, urtësinë e tij dhe mëshirën e tij. Ndaj për shembull, Allahu subhanahu wa taala kur i dërgon profetët, kur i dërgon i shpall librat, pikërisht e ka këtë si qëllim. Urtësinë e tij që ti zhvesh njerëzit nga mundësia e justifikimit në ditën e gjykimit. Drejtësia që mos t'i dënoj pa një paralajmërim. Dhe mëshira e tij që këshilluesi dhe mësuesit vijnë nga xhiri i tyre i cili u shpjegon domethënë argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur krejt kjo, dërgimi i profetëve, zbritja e librave, me urtësi, mëshirë dhe drejtësi, kjo nuk ju kryen punë njerëzve, pastaj Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij dhe urtësinë e tij dhe drejtësinë e tij e përdor një metodë. Ajo metodë thot Allah subhanahu wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un. Kur do që kemi dërguar një profet tek një fshat, tek një vend, thot ne i kemi sprovu banorët atij vendit me sprova, me çedere, me fatkeqësi, që ata të zbutën, që ata të përgjërohen para Allahu subhanahu wa taala. Është prafërsisht, nëse mund të them, është sikur se ato sprovat edhe thymjet që e aktivizojnë një reflektim pas një ftohje. Për shembull, dikush i ka fëmijët e vet, mirë po është dhënë mas shefeve të jetës. Edhe nuk do mu interesu për fëmijët, ose e bën një jetë këtë larg familjes. Edhe ndoshta këshillohet, e këshillon bashortja, e këshillon nona, i kthen fëmijët e tu, do të më kujdes, më kushtu vëmendje, kohë kështu me radhë. Edhe ai nuk reflekton. Ndodh sprova tek fëmijët, e pastaj e mendon që mos kom gabu, mos u desht më dhon më shumë kohë, mos do të në tash
me reflektu mu kthy tek familja kështu me radhë. Edhe sprovat që Allahu azza xal i dërgon për bri dërgimit të profetëve janë të kësaj natyre. Domethënë, vjen një profet edhe njerëzit do t'ia shpjegojnë të vërtetën, edhe ata s'dojnë me kushtu vëmendje. Edhe vjen pastaj momenti i goditjes që këta mi bë pak muzbut. Edhe me e thyat egon e tyne, me e thyat madhështinë e rrajshme që domethënë e kanë, dhe rrëdhëmisht me i vë veshin domethënë thirrjeve të profetëve. E kur këta as kët nuk e bojnë, pastaj Allah subhanahu wa taala e ka prej kurthave që pas provave ju çon edhe të mira. Ju çon të mira që realisht me pasën edhe një situatë ku shpalosen faktet e Allahut që këta meritojnë dënimin. E kur krejt pastaj domethënë te sprovat se reflektuan, pastaj tek të mirat nuk reflektuan, pastaj thot Allah subhanahu fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun. Tash kemi dënu në një moment të befasishëm, ku ata nuk e prisin, nuk e mendojnë, nuk e kanë marrë që Allah subhanahu wa taala ka me i dënu. Ndaj Allah subhanahu wa taala na e pushon kësaj befas. Kisha pas dëshirë me citu këto ajete për arsye se këto janë të frikshme jo vetëm për ata të cilët i përgjigjshojnë profetit. Këto janë edhe për muslimanët që lëshuan gjunoa. Edhe për muslimanët që ndoshta e ndjejnë sikurse nuk është i hidhur Allahu me ta dhe ndjen sigurt prej dënimit të papritur të Allahut. Kurse ndihesh i sigurt për dënimin të papritur të Allahut është domthon pishenjave të sumjeve të zemrës, po edhe për mëkateve të zemrës. Thot Allah subhanahu thot afa amina ahlul qura yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Thot kush i bën sigurt njerëzit që nxjersa ata janë duke fjet, më ardh dënimi i papritshëm si Allah subhanahu wa taala. Domthon kush të garanton se sonte në gjumë mos më marr një goditje, një smundje, një fatkeqësi, një tërmet e kështu me radhë. Edhe tjetër për Allahut dënim për njerëzit e pabindur që nuk kanë reflektuar me kthy Allahut. Pastaj thot awa amina ahlul qura yatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Çka nëse ju vën njerëzve papritur dënimi i Allahut subhanahu wa taala, ndërkohë që ata në një paraditë janë shumë as shefeve të jetës, mas domethënë të mirave të jetës. E përfundon Allahu subhanahu wa taala pse vën çka dënim. Thot afa aminu makrallah. A mos janë ata të sigurt prej dënimit të papritur të Allahut, thot fala ya'manu makrallahi ila alqawmil khasirun. Nuk njihen sigurt për dënimin e papritur të Allahut vetëm njerëz të prishur. Janë të prishur sepse domethënë nuk kanë ditë mi kuptu mesazhet e Allahut. Allahu ta çon në sprovën në shëndet, Allahu ta çon në sprovën në familje. Madje edhe në fetari, për shembull njerëzit që janë fetarë dhe dinë se çysh i dash mukonën në raport me Allahun, pasi e ka kuptuar peshën e farzëve, pasi e ka kuptuar peshën e lidhjes me Allahun, ban shkelje ose nuk i jep Allahu sukses me kry obligimet, nuk i jep Allahu sukses me largu pi mëkate. Me menu mos u kjo formë pi forma që Allahu po i çon mesazh, që ki gabu dikon. Me menu me një formë ose formë tjetër që ndoshta i duke gërvish dikon atë kontratën tënde me Allahun subhanuhu teala. Mendoj është ka i lexon drejt mesazhet e Allahut. Domethënë me reflektu, me i lexu mesazhet e Allahut është si njerëzve që nuk janë të predispozuar mu dënu. A këta që dënohen janë këta cilët ju kalojnë mesazhet pa i lexu. Thirrjet pa i marrë konsiderat. Edhe thirrjet e fundit kur mungon domethënë përgjigja, pastaj vjen dënimi i Allahut subhanuhu teala. Mirë, po më e keqja, o gjendëruar është ajo që e ka përmendur Allahu subhanuhu teala domethënë në një surën An'am, juzin e 7 që e trajtuam, është i njëjti kontekst, mirë po e përmend një detaj. E që kisha pas dëshirë me përmend. Thot Allah subhanuhu. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Mukon ata që mas ju kanë ardhur provat e tona, tishin zbut pak. Mukon kishin rra pak për tokë, kishin menu. Mirë po ka ndodhur kundërta. Thot walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Mirë po përkundrazi, aty ju ashpërsun, ju vrashsun zemrat, edhe djalli u zbukuroi veprat e tyre. Dhe kjo na e shohim në përditshmëri. Njerëz bashku këshillohen, bashku sprovohen, shumë njerëz domthon shkojnë mbrapsht, edhe pastaj reflektojnë, domethënën kur ndjes, protestojnë në raport me Allahun subhanahu wa taala. Domthon pse ndodhi mund që kjo sprovë, qysh Zoti ma bani mund që shtoj kështu. Domthon sprovën jo më mor si mesazh i kthimit, po sprova u bë shkak edhe domthon i ashpërsimit edhe i keqësimit të zemrës me ngursim, edhe fundit e që kjo është realiteti më i keq i njerëzve. Ku pastaj shejtani ja zbukon veprën. Edhe kjo vetëm që me pranu gabimin, apo? Ky nuk është ju përgjigj profetëve, nuk është duke i marrë mesazhin e Allahut. Kjo vetëm thon gabim jam me Allahun për mirësoft. Vjen edhe tash fillon me gjuhën e shejtanit me e kallëzuar se është këtë në rregull kjo. Thjesht është një knasitë e mia, jam të shfrytzuar jetën, jeta është domthon kjo edhe ajo dhe në fund domthon nuk reflekton për me dal për këtij çostokakit të mëkateve, domethënë me dal në xhersinë e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allah shpëleft kur pra shohim që besimtari caktimet e Allahut, sprovat, mesazhet e Zotit duhet t'i lexojë dhe të reflektojë ndaj tyre. Pra jo gjithmonë sprovat apo mesazhet janë vetëm smundje apo fatkeqësi, janë edhe në anën tjetër begati
që besimtari sprovohet a është falendërues apo mohues ndaj tyre. Dhe madje kjo është ajo më e rrezikshme se njëri e merr si të mirëqen begatin që e ka, thua ti Zoti ja ka bërgj që ta begatoj, dhe kur begatohet me ato, zhytet edhe më shumë dhe e shikon që Allahu i lartësuar ja ka bërgj këto begati dhe nuk ndjen që të tregohet falendërues. Ne vim vazhdon Allahu i lartësuar në disa ajete duke shpalosur tregimin më të madh të Firaunit. Dhe kjo sure e trajton madje më së shumti tregimin e Musait alayhis salam me Firaunin dhe popullin e tij. Se si Allahu i lartësuar dërgon një herë Musain tek Firauni dhe pastaj se si reflektojnë Banu Israilët, dhe tregimi është i gjatë dhe mbasi ndoshta tregimeve më të bukura në Kur'an, dhe jo rastësisht Allahu i lartësuar ka përmendur tregimin e Musait në forma të ndryshme. Janë disa ajete që të cilët Allahu i lartësuar e përmend se si i kishte dërguar Musain tek Firauni tek Firauni. I kishte dërguar Musain alayhis salam tek Firauni dhe ku e përmend shpjegimin e rastit se si së pari e dërgon Allahu i lartësuar dhe i thot thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina. Pas atyre profetëve që kanë qenë, e dërgojmë Musain me shenjat tona tek Firauni. Dhe Allahu i lartësuar e përmend një përkujtim që pejgamberi jon t'ia bëj popullit vet. Shikojeni gjendjen e Firaunit dhe si ishte përfundimi i tij, dhe merrni mësim ju o paria kurajshitëve për veten e juaj, se si mund ta keni përfundimin e njëjtë nëse edhe ju tregohi tiranë dhe despot sikurse që është tregu Faraoni. Dhe thot Allah, "Fandhur kayfa kana aqibatul mufsidin." Shikoje si ishte përfundimi i punkeqëve. Dhe ky është ajo porosia të cilën duhet ta merr çdo tiran, që të mos mburret jashtë masës, të mos bëhet shumë mendje madh, po ta shikoj me modesti se ai është një rob dhe ka një Zot i cili do ta merr në llogari. Allahu i lartësuar e përmend një çështje shumë me rëndësi tek fillimi i tregimit të Musait. Thot Allahu, "Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin." Çfarë përfitojmë nga ky ajet? Thot Allahu, edhe Musa i tha Firaunit, pasi që shkon në takim, "O Firaun, unë jam një i dërguar nga Zoti i të botëve." Këtu janë dy rrëzime të pretendimit të Firaunit. Në fillim, në fund të surës të Kuranit, në surën Naziat, çfarë thot Firauni? "Ana rabbukumul a'la", unë jam Zoti juaj më i larti. Ku i thot Banu Israilëve. Ndërkohë që Musa alayhis salam qysh në fillim të kontesës të predikimit i thot, "Unë jam një i dërguar nga Zoti i botëve", dhe ja rrezon atë pretendimin që e kishte Firauni. Në anën tjetër, po ashtu, po i tregon që ti po pretendon që je Zoti i lartë i Banu Israilëve, ndërkohë që unë jam një i dërguar për je Zotit të gjitha botëve, të gjitha popujve. Madje këtu është edhe një gjë e bukur. Musa alayhis salam, e di si ngjason kjo. Sikur një mbret i mbretërve të kësaj bote, kur e dërgon një të dërguar të vetëm tek një popull. Dhe i thot, "Unë jam ai i dërguar", i thot, "Unë mua ka dërguar filan mbreti." Si e pranojnë ai populli që është i dërguar? E marrin me një respekt, me një madhështi, me një farë doze të frikës se varësisht prej pozitës apo fuqisë të atij mbreti që e ka dërguar, edhe e marrin domethënë atë reflektimin. E këtu Allahu i lartësuar po përmend thirrjen e Musait alayhis salam se si ja bëri së pari Firaunit dhe i tha, "Unë jam i dërguar." Ama prej kujt? Prej Zotit të gjitha botëve. Pra, shikoje se çfarë po thirrri. Dhe pastaj Allahu i lartësuar e ndihmon me disa mrekulli, të cilat ja shfaq Firaunit, megjithatë ai e zgjedh domethënë atë mohimin dhe bëhet rebel edhe më shumë dhe kundërshton dhe i mohon të gjitha ato begati dhe madje e quhen ti je vetëm një magjistar. Pastaj Allahu i lartësuar në ajetet në vijim, Hoxha e përmend se si pas gjithë ato peripecive që patën Banu Israilët dhe shpëtimin që ja u bëri nga Firauni, e shohim që masi që shpëtuan dhe kaluan atë detin e Kuq, e shohim që e patën një kërkesë, mund të themi sa e çuditshme, po aq edhe nevojshme. A mund të na tregosh pak në ajetet në vijim? Po, Allah shpërblet që tregimi i Musait alayhis salam Kur'an famlar të vërtetë është prej tregimeve përveç që janë më të gjata, janë edhe përmenden disa detaje që e ftojnë secilin lexues më u thellun to. Edhe në secilin pjesë të tregimit të Musait alayhis salam ka mësime dobi shumë konkrete për secilin prej neve. Në këtë sure meqense përmenden këto ajete, kam fjalën tek ajetet 137 deri tek 140-41 të kësaj sure, shohim që ndodh shpëtimi i premtuar, i vjen shpëtimi i premtuar Musait alayhis salam bashkë me bijtë e Israilit, pra Banu Israilit, të cilët në atë botë apo deri në atë kohë, deri në këto momente ku në këtë pjesë të kësaj sure ku Allah e shpalos këto detaje,
ishin popull i shtypur, i robëruar, i maltretuar, i persekutuar, domethënë një jetë të tërë, le të themi gjenerate të tëra e kanë kalu këtë trysni edhe këtë formë të jetesës. Pastaj vjen shpëtimi. Shpëtimi vjen nga Musa alayhis salam edhe ato në dy aspekte, edhe nga aspekti shpirtëror, ku ftohen në rrugën e drejtë, monoteizëm, që me besu Allahun një, me veçu në adhurim, po edhe në aspektin edhe knatësive të sa jetë, pra nuk është jetë ajo jetë në atë lloj mizorie, le të themi që edhe kanë jetu bitë Izraelit. Pasi dalin me ata ndetit edhe e shohin mrekullin me sytë e tyre, pra e dëshmojnë mrekullin. Nuk është një tregim i bukur i dëgjuar nga dikush, por janë dëshmitar të kësaj ngjarje, kësaj ndodhie. Madje thuhet që disa prej tyre, siç përmendet në disa komentime të Kuranit e gjem tek mufesirë të ndryshëm, e kanë pa edhe Xhibrilin alayhis salam, edhe kalën e Xhibrilit alayhis salam, shenjat të cilat i ka lënë duke ecë, dhe pastaj prej këtyre shenjave ai Samiriu që më vonë e bën atë le të themi atë mëkat edhe atë krim, le të themi më mirë, ndaj vetës dhe ndaj popullit Benu Israilëve, merr disa prej komentatorëve thamë që nuk mund ta vërtetojmë nëse është saktë ose jo, thuhet që merr prej gjurmëve të këtij kalit të Xhibrilit alayhis salam. Le të kthehemi kësaj pjese. Pra, pasi e kalojnë detin, e shohin një popull tjetër duke adhuruar një idhull, një totem. E shohin duke një statuj, duke drejtu. Edhe i thonë Musait alayhis salam, apo na e bën edhe neve një zot që kanë këta. Pra, popull i mësuar me gjërat prekshme. Faraoni e kanë pas zot që e kanë mujt me pa, me sy, edhe kthehen edhe kërkojnë të njëjtën gjë, edhe pasi e shohin mrekullin me sytë e tyre. Më thënë, ky është një mësim tepër i rëndësishëm edhe për neve. Musa alayhis salam me një ton për një didaktik, pra, duke qenë një mësues, le të themi, pak i rrapt edhe i vrash në këto rrethana. Sepse është vërtet diçka që të nxjerr prej një karakteri, le të themi, të qetë. Se në këto rrethana pasi shpëtum, pasi dulet nga ajo trysni, kërkoni prapë zot tjetëra. Do thënë, thotë, ju vërtet jeni një popull ignorant. Do thënë, jeni një popull i cili e teproni me ignorancë. Edhe u tërheq vërejtjen. Pastaj, kur shkon Musa alayhis salam dhe del, domethënë, në rahati dhe në qetësi, sipas komentimit të shumë mufesirëve, është për qëllim, pra, koha pasi këta përjetojnë mirësitë që është mana edhe selwa, menun dhe selwa që përdoren, edhe janë dy lloje të, njëra është e pija, e cila është e ëmbël edhe njëkohësisht edhe ushqyese, në anën tjetër janë thëdhënzat cilat janë prej shpendëve më të shijshme, e që u vinë pa punu këtyre. Atëherë Musa alayhis salam e ka një takim me Allahun, siç përmendet në Kur'an, edhe Allahu ja premton, pra, apo është ajo farë shpallja që vjen nga Allahu, që duhet mi agjeru 30 ditë. Edhe këtu është një detaj shumë interesant që ne kam has tek mufesirët, thonë që këto 30 ditë janë kënd të Dhulqedes. Dhulqeede për shikuesit është muaji 11. Pastaj Dhulhijja është, pra, muaji apo 10 ditët e para është kur kryhet haxhi. E thonë që pasi ka plotësuar 30, pra siç përmendet në Kur'an, është kërkuar një 10 tjetër, e që i ka rami përfundu në ditën e Bajramit, pra në 10 fundit, ditën e fundit të 10 të Dhulhijjes. Po në këtë ditë, pastaj Allahu i flet Musait alayhis salam. Edhe po në këtë ditë, pra e dim që është plotësuar feja, sepse e dim që ka zbrit ajeti, po el yawma akmaltu lakum dinakum. Po, pra paga shumë, pra gjithçka në fe, gjithçka që Allah e ka caktuar, gjithçka që Allahu neve na mëson, secila pjesë e Kuranit fisnik, secili pasazh është mësim për neve, ka lidhje direkte njëra me tjetrën dhe asgjë nuk është e rastishme. Prandaj, pra, na nevojitet një vëmendje e theksuar kur i merremi me tregimin e Musait alayhis salam në veçanti, sepse përmendet në pjesë ndryshme të Kuranit, e ndonjëherë një lexues i pavëmendshëm thotë që ka përsëritje mes këtij tregimi, nuk qëndron, sepse në secilën pjesë përmendet një detaj apo një formulë tjetër gjuhësore e cila shpjegon një detaj i cili nuk gjendet tek pjesa paraprake. Allah shpëleft hoxhe për këto dobi nga pjesa e
tregimit të Musait alayhis salam dhe shohim që njerëzit vazhdimisht janë të prirur, jo që janë të prirur, po rrezikohen vazhdimisht që përfundojnë në idhujtari. Dhe këtu është ai që Allah i lartësuar na tërheq vërejtjen, që mos t'ju ngjasojmë atyre dhe mos të lidhem nga çështjet materiale, që të përfundojmë ku kanë përfunduar ata derisa kanë kërkuar që të adhurojnë një formë të viçit që është kërkuan. Më mund të lidh te kjo, nëse i kthehemi kësaj, edhe shohim domethënë çush ka ndodhur, edhe cila ka ajo hilja që i ka mashtruar Samiriu, që përmend në Kur'an, që më adhuru viçin. Pra Musa alayhis salam pasi shkon për takim me Zotin, në muajin në Dhul-Qaida dhe vazhdon deri në Dhul-Hijja, kur ndahet, pra nga Haruni, i thot që ti je zëvendës im dhe unë do të mungoj për 30 ditë. Por pastaj Allahu ja zgjat edhe 10 tjerë. E këtu është fizon Samiriu, i cili ishte një farkatar apo argjentar i kohës, ku e diun, domethënë një njeri me profesion ku ka pas mundësi të formësimi, le të themi, me stolit. Edhe këtu fillimi i kësaj, si ide e tij, është një ide ndukje të parë shumë fisnike. Sepse bijtë e Izraelit, përkundër që janë të përsekutuar prej faraonit edhe njerëzve të tij, pra kiptasit e vjetër, stolit u kanë dhënë këtyre si amanet. Kur e kalojnë detin, ushtria e faraonit bashkë me faraonin përmbyten. Domethënë pronarët e atyre stolive tashmë janë të fundosur në fund të detit. Atëherë Samiriu thotë, nëse u alëm këto stolit me pa drejt do t'i shfrytëzojnë këta njerëz. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Thotë që sikur kthehet Musa alayhis salam, ai do të na urdhëronte ose ti djegim ose t'u shpërndajmë të varfërve. Haruni alayhis salam i thotë ide shumë e mirë. Atëherë thotë, meqense ti e ke dhënë këtë ide, mblidhi stolit nga bijtë e Izraelit, me ato stoli e formson viçin, tham mbas një transmetimi që e kam gjetë tek komentatorët e Kuranit, hedhën të gjurmë të kalit Xhibrilit alayhis salam, edhe pastaj domethënë ndodh ajo që është e njohur, e cilën inshallah do të trajtojmë edhe në takime të tjera. Allah shpëlbeft që ne vijmë, Allah i lartësuar i përmend disa ajete të tjera ku shohim që Allah i lartësuar përshkruan disa prej veseve të popujve të cilët e meritojnë shkatrimin. Dhe mund të na tregosh ato vese që duhet kemi kujdes, të ruhemi prej tyre, të mos ju ngjasojmë, të mos të përlyhemi me to, dhe njëkohësisht çfarë na pengon neve nga kuptimi i shpalljes në ajetet në vijim, mund të shkosh të na tregosh në ajetet saktësisht 145 deri 147. Po, zhblem, domethënë nëse konsideroj që kjo është plotësimi i asaj që fola pak më herët, sepse ajo pasazhi më hershëm kishte të bëjë me një përfundim që ishin dënu. Ndoshta na mundemi nxjerr cilësitë aty edhe te vetë pasazhi, domethënë mos reflektimi. Arsyeja kryesore ke mos reflektimi, por ndoshta kjo nuk e plotëson komplet domethënien pa këto ajete. Allah subhanahu wa taala e përmend këto ajete që po i nënvizon, një arsye kryesore. Thot Allah subhanahu sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq. Thot ku me largu prej shenjave të mia, prej argumenteve të mia, domethënë që mos përfitojnë për tyne, ata të cilët janë njerëz të padrejtë, ata të cilët domethënë kërkëndjes janë mendje mëdhaj me të padrejtë në tokë. Domethënë mbahen për të mëdhej me të pa të drejtë domethënë në tokë. Që i bie në shumë të rasteve, për mos më thonë në dominancë, njerëzve nuk i mungon shpalosja argumentit, as nuk i mungon ndoshta shpjegimi, po shkaku i mendjemallësisë tyne, i kryenesisë tyne, i kokëfortësisë, po edhe ati fodullokut përgjithshëm në raport me atë i cili duke i shpjegu, ban që njerëzit domethënë mos më përfituar prej shpallës. Në këtë rast e kena për shembull edhe në raport me profetët, cila u konën vërejtja ndaj profetëve, po vinë mas teje do njerëz thjesht. Ose në anën tjetër ka qenë për shembull te qysh ky më kon profet, kjo është njëjtë si na, domethënë tu e majt vetëm për të mëdhaj i ka pengu. Dhe na sot e shohim edhe në mesin e njerëzve, për shembull shkon të azon me një fshat, një hoxh i cili është mjaftueshëm i shkolluar, i kualifikuar për me u shpjegu fen, më po mendjemallësia e një pjesë të shoqënisë e bën që më zhvlerësue pozitën e tij si shpjegues i fesë, dhe rrëdhëmisht pastaj në saj të mendjemallësisë ata nuk ja vën veshin shpjegimeve që ai paraqet, dhe rrëdhëmisht nuk përfitojnë. Dhe kjo është realitet i shpeshtë. Domethënë privimi nga përfitimi prej shpallës si rrjedhim i mendjemallësisë. Çka ndodh pastaj? Thot Allah subhana, thot wa yara kulla ayatin la yu'minu biha. Çfarë do lloj shenje, çfarë do lloj argumenti, çfarë do lloj prove që shohin ata nuk besojnë. Domethënë më tash ju kanë vulos zemrat. Që i bie pas mendjemallësisë, si smujë e zemrës vjen vulosja. Ndaj nëse dikush fjala bie merr një këshill pi dikujt.
edhe s'ka gatishmëri me pranu. Ajo është më i vogël se ai në moshë, ose më i pak i ditur se ai, ose më pak pozit. Prej gjanave që është mirë me reflektu që mos me bë që këtë gabim, të refuzimit të së vërtetës në saj të mendimallësisë, se kjo pastaj ka një dënim të dytë, dënimi vulosës së zemrës. Pastaj edhe me tar dikush që bashkë ti e kishe marrë ti shpjegimi, mon Allah nuk ta mundson e kuptu. Sepse aty ku desh me marr nuk e pranove. Që i bie domthon mos reflektimin në bazë të pasazhit të parë, mendimallësia në bazë të ajetit të parë, edhe e dyta është pastaj vulosja e zemrës. Pastaj thot Allah: "Wa yara sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila." Pastaj me udhën e drejtë ata s'dojnë me hinu drejt. Sepse pastaj nuk ju përshtatet natyra me udhën e drejtë. Udha e drejtë që sa i thot moral. Udha e drejtë që sa i thot ndershmëri, udha e drejtë që sa i thot besnikëri. Ky nuk do me i pranu këto vlera, nuk do me i pranu këto përcaktime. Që i bie domethënë ndodh dëmi i tjetër. Cili është dëmi ku pastaj rrotullohet natyrshmëria. Domethënë prishet pastaj motja. Për arsye të inatit, për asaj kokëforcisë, të mendimallësisë, pastaj vulosja e zemrës, pastaj edhe domethënë prishën standardet edhe motja dhe na realisht për shembull na shohim me popullin ton, ndoshta një pjesë e davetit që ka ndodhur para 20 vjetëve, ju ki thonë njerëzve po marrë çështën e thonë. Sot edhe nuk është ndoshta pjesë e davetit më thonë njerëzve që kjo marrë, sepse mas vulosjes së zemrës, mas zhytjes së njerëzve në gjinoa të shumta, mas normalizimit të së keqes, tash ka dalë kundërta. Domethënë, që kjo është udha e rushdit, që kjo është udha e arsyes. Jo, na nuk jena të interesuar për këtë udhë. Çka na të intereson, thot Allah subhanahu wa yara sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. Pastaj kur ta shohin udhën e shtrenjtë, udhën e gabuar, udhën e devimit, atë e përzgjedhin si rrugë. Që i bie pas mendimallësisë, pas vulosjes së zemrës, pas ndërrimit të koncepteve dhe standardeve, pastaj kalon vetë përcaktimi te botkuptimi i gabuar. Ndaj kjo i ka ndodhur për shembull botës perëndimore në këto 2 shekujt e fundit, ka qenë luftë e madhe me perëndimin çto. Prej aty perëndimi i cili e ka mallnu fen, e ka mallnu kishën, e ka mallnu klerin, i ka mallnu ata filozofët e vet që kanë qenë realisht edhe teologët, kanë qenë elite kështu me radhë. Pastaj vjen njerëzit më të pavlerë, më të pamoralshëm, njerëzit më pa parime, ata pastaj i japin formë mendësisë edhe mënyrës së jetuarit të njeriu të ri, kushtimisht thonë. Se kjo nuk është vazhdimësia e njeriu të mëparshëm. Mirë po këtë kjo ka ndodhur si rrjedhim e kësaj, edhe pastaj thot Allah subhanahu dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Thot këtë kjo ka ndodhur sepse kanë përgënjeshtuar ajetet tona dhe kanë qenë pa interesuar. Domethënë, përgënjeshtrimi, guximi me përgënjeshtuar të vërtetat. Dhe këtë na mund të morë edhe me popujt e tjerë, sepse megjithatë edhe ky civilizëm që fjala bie është që i ka themelet e krishterizmit për shembull, megjithatë ka pas ndriçim prej librave hyjnor. Nuk ka qenë kryekpot këtë produkte dhe fabrikim njerëzor. Ka pas edhe ndriçim prej aty me trashëgimisë së Isait alayhis salam, po edhe trashëgimisë së profetit më të parshëm, po dhjatës së vjetë, dhjatës së re, prej psallmeve të Zeburit, domethënë të Davudit alayhis salam. Domethënë kur vjen një gjeneratë e cila këti përgënjeshtron, edhe zhveshet komplet për fesë, edhe janë të pa interesuar për fejen, pastaj vendohen dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Ndaj ngritja e qytetërimeve që zhveshën për fesë, është paralajmërim për një fund shumë të rrezikshëm tyre nëse ata nuk reflektojnë në kthehen tek Allah. Ndaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an shumë shpesh na ka fol që popujt që janë me këta profet, s'po dojmë ju bind, le ta dinë që ka pas popull edhe më të fuqishëm, qytetërime edhe më të larta, qytetërime edhe më të arrira. Por mos momenti kur ka ardhur momenti i vulosjes, i ndryshimit të standardeve, i përcaktimit të gabuar, krejt mbrapsht nga se si ka gatuar dhe ka rënit Allahu këtë jetë, mos momenti më vjen dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Nëse se morëm këtë pasazh si reflektim për botën, atë le ta marrim për shtëpitë tona. Domethënë, kur shkatërrohet një shtëpi? Shkatërrohet nëse ata bëhen njerëz me ndjenjë dhe nuk dojmë me përfitu pi shpalljes. Pastaj u velosin zemra dhe shkon tu përkesuar tu përshkallëzu situata. Pastaj domethënë i ndrojnë konceptet, dhe ndjeu kon diçka haram u bë halal. Edhe pastaj jo vetëm që u bë harami, domethënë harami është bë halal, po jo vetëm kaq, harami është bëje pa diskutueshme që duhet me pranuar si normale. Edhe në fund, domethënë këta morin gozimi për ngjeshtuar ajetet e Allahut, edhe më kon pa interesuar për reflektim për kthem, pastaj shkatërrohet një familje, shkatërrohet një bashkësi, shkatërrohet një prindërim, shkatërrohet një shoqëni, shkatërrohet madje edhe një shoqëni domethënë e gjerë, sepse kjo është një farforme një narracion kuranor që flet për popujt, po keni vëmendjen, popujt përse flet Kurani kanë qenë popujt vegjël. Domethënë popujt përpara, apo ndoshta sa ka sot një qytet i madh ka pas komplet njerëzimi. Që bie domethënë kjo është e ka ndodhur aty në si masa grupime të mëdha shoqërore, sot realisht është domethënë ekuivalente me grupe domethënë me popujt, me shoqënitë, me qytetet e tona. Allah shpëlbeft hoxha, Allah na ruaj së pari nga këto vese, sidomos nga mendimallësia që është fillimi i çdo të keqe, deri në përgënjeshtrim të vërtetës, pastaj vulosje të zemrës dhe ndërrim të kritereve për pranimin e vërtetës apo jo.
Jo rastisht tani më njëherë në ajetet e vijuese, Allahu i Lartësuar përmend disa cilësi të një populli që arrin shpëtimin. Dhe shohim që Allahu i Lartësuar vazhdimisht në Kur'an përkitazi me trajtimin e popujve që dënohen, që marrin dëshkimin, apo që i vujnë pasojat e atyre veprimeve të tyre, e tregon edhe alternativën e zgjidhjes, se si të shpëtosh. Dhe Allahu i Lartësuar në këto ajete tregon ne vijim duke përshkruar profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë analfabet, nuk ka ditë shkrim dhe lexim, mirë po i ka pasur disa cilësi, të cilat Allahu i Lartësuar kërkon nga ne që t'i pasojmë ato, që në mënyrë që të arrijim shpëtimin, të arrijim udhëzimin dhe shpëtimin. Thot Allahu i Lartësuar në këto ajete duke i thonë së pari që i drejtohet popullit vet. E thot wa rahmeti wasi'at kulli shay. Mëshira ime ka përfshi çdo gjë. Dhe ne jemi një gjë, dhe lutim Allahun e Lartësuar të na përfshijë me atë mëshirën e tij. Dhe thot Allahu i Lartësuar që këtë mëshirë që ta përfitojë dikush duhet fa sa'aktubuha lil ladhina yattaqun. Do t'ja shkruaj atyre të cilët ju takon kjo mëshirë, do t'i përfshijë me këtë mëshirë, ata të cilët tregohen të devotshëm, ata të cilët tregohen të respektuar ndaj urdhrave të Allahut dhe respektojnë dhe përmbahen nga ndalesat e tij. Wa yu'tuna az-zakata wal ladhina hum bi ayatina yu'minun. Ata të cilët e japin zakatin dhe janë të bindur në provat tona, në shenjat tona. E shohim këtu që Allahu i Lartësuar nuk e ka përmend namazin, e përmend zakatin. Që zakati është më i vështirë për nefsin, nga se pasuria është më e dashur për shpirtin. Dhe në vijim Allahu i Lartësuar i përmend edhe disa cilësi të pejgamberit ton që duhet ta pasojmë që ta arrijmë atë rezultat të mëshirës të premtuar nga Allahu i Lartësuar. Dhe thot: "Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya wal-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-Tawrat." Të cilët atë mëshirë arrin ata të cilët e pasojnë pejgamberin, këtë profet, i cili nuk din shkrim e lexim, mirë po cilësitë e tij gjejnë të përshkruar në detaje në Taurat dhe në Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nga cilësitë kryesore, të cilët hebrejt e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë, kanë qenë që i ka urdhëruar për të mirë dhe ndaluar nga keqja. Dhe thot Allahu: "Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith." Jo lejon ato të mira dhe jo ndalon ato gjëra të këqija, ato gjëra të nënçmuara, të ulta. Dhe Allahu i Lartësuar përmend në një gjë tjetër çfarë jo ka lehtësuar disa dispozita të cilet i kanë pas të rënda në atë kohë. Dhe thot: "Wa yad'u anhum israhum wa aghlal allati kanat alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Kjo është pjesa e fundit e ajetit, ku Allahu i Lartësuar e tregon saktësisht ata të cilët e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe stolisen me moralet e tij. Ky profet që e gjejnë në librat e tij, i urdhon për të mirë, i ndalon nga keqja, i cili jo ka lehtësuar disa dispozita të rënda që i kanë pas, kush e pason, ata janë prej fitimtarëve, ata janë të shpëtuarit. Dhe thot Allahu i Lartësuar në Kur'an: "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dhe pasoni këtë të dërguar në mënyrë që ta gjeni udhëzimin. E shohim që Allahu i Lartësuar vazhdimisht na ka orientuar që t'i marrim të gjitha sebepet e kërkimit të shpëtimit dhe ta arrijmë atë mëshirën e Allahut të Lartësuar dhe ta ndjekim udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hoxha had në vijim Allahu i Lartësuar përmend edhe pikërisht në vazhdimin e këtyre udhëzimeve. E përmend shembullin e dikujt që nuk i respekton këto urdhra, pasi që i njeh, pastaj shkon dhe i refuzon. A mund të na njoftosh me në detaje? Po, është pak a shumë është fundi i surës Al-A'raf, pra ajetet 175-178, ku Allahu i Lartësuar ndër tjera thotë: "Watlu alehim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'adbahu ash-shaytan." Edhe vazhdon pra Allahu i Madhëm thotë tregoj atyre hebrejve për njeriu i cili ne i mësuam shpalljet tona por u largua prej tyre. Pra bëhet fjalë për një njerëz të ditur. Është interesant që në tefsirët nëse i kthehemi pra për këto ajete, shohim që përmenden disa ngjarje, pastaj përmenden edhe disa njerëz. Po e përbashkët e shumë tefsireve është që përmendet një njeri apo një personazh, le të themi, një njeri nga popujt e kaluar me emrin Bel'am. Pastaj tek emri i babait të tij prap ka transmetime të ndryshme, po më e saktë nëse e shohim është Bel'am ibn Ba'ura. Pastaj tek ky njeri edhe tek ata komentatorët Kuranit që pajtojnë, prap ka mos pajtime çysh është ngjarja, çka ka ndodhur me këto, mirëpo ajo që dihet për këtë dhe që shumica e potencojnë është që e ka ditë emrin më të madh të Allahut, me cilin nëse i lutesh Allahut, Allahu të përgjigjet. Prandaj, domethënë transmetime të ndryshme, ka prej transmetimeve që janë më të dobta që thonë që ky ka pas vetëm 3 lutje dhe pastaj ka keq përdor të treja këto, po transmetimi më i saktë është që ky i është pranuar lutja sa herë që është lutur Allahut më ndom.
Do të paramendoni çfarë privilegji, çfarë përzgjedhje hyjnore e drejt për drejt, që sa herë që i lutesh Allahut Madhum me të përgjigj. Paramendon një krijesë e dobët, e vogël, siç është puna e jon, që mi u lut Allahut e pastaj Allahu më të përgjigj. Këto s'duhet me marru që i kemi të gjithë me lejen e Allahut, pra me ajete tjera ku Allahu na fton që mi u lut edhe na premton përgjigje, e pastaj tek pjesa që siç përgjigjet Allahu i Madhum, kjo ndoshta e trajtojmë edhe në pjesë tjera, por po do më u kthy tregimit meqense besoj që është një tregim që ka shumë përfitime, jo vetëm si ngjarje interesante, e cilën e shohim me kurreshtje edhe për cilës, domethënë, mahnitemi nga ajo çfarë ka ndodhur, edhe për të keq kuptohet, po gjithashtu edhe shpërfaqet fuqia e Allahut Madhum. Gjithsesi ka edhe mësime tepër të çmuara në këtë ngjarje. Ky person, pra thuhet që ka jetuar në kohën e Musait alayhis salam, edhe kur Musa alayhis salam me bijtë e Israilit forcohet, edhe ja nis me i çliru, le të themi, tokët prej idhujtarëve dhe idhujtarisë në përgjithësi, dhe ja mësyn vendit ku është ky njeri i cili ishte i devotshëm, tek i cili ishte tepër i dijshëm, i drejtohen popullit të tij edhe i thonë që Musa alayhis salam me bijtë e Israilit don me ardhmë na nxjerr prej vendeve tona dhe me na pushtu. Atëherë i thonë që me u lut Allahut kundër Musait alayhis salam. Belami i thotë keni mendje, do të thonë çfarë po kërkoni për meje? Qysh mundem unë me u lut Allahut Madhum kundër një pejgamberi, kundër pasuesve të një pejgamberi. I lutën prap Belamit, thotë po i lutem Allahut që ma tregu caktën. Dhe i lutet Allahut, Allahu do të thonë ja tërheq vërejtjen që nuk duhet më ulshu në këtë rrugë. Atëherë i dërgojnë dhurata Belamit, dhe ky me një farforme nuk preta sa duhet, mirë po e konsideron që ka një miratim nga Allahu që mundet me u lut kundër Musait alayhis salam. Edhe vazhdon me u lut. Mirë po për me u lut, niset me gomarin e tij në kodër, edhe duke u ngjit në kodër, gomari tenton me u kthy. Derisa Allahu cakton që gomari me fol në atë moment, edhe i thot ke frik Allahu në Belam çka e duke bë. A nuk pishe engjujt cilat po më pengojnë që unë me u ngrit në majë të kodrës. Atëherë Belami e rah gomarin. Gomari refuzon edhe i thotë, domethënë pse duke më rrap, meqense unë po do më u bind Allahut Madhum. E rah derisa e detyron që me u ngrit në kodër. Sa herë që lutet kundër Musait alayhis salam, sa herë që don të lutet kundër Musait alayhis salam dhe popullit të Musait alayhis salam, Allahu detyron gjuhën e tij që më thon lutje për Musain alayhis salam edhe për popullin e Musait alayhis salam. E jo kundër. Sa herë që lutet për popullin e tij, Allahu ja çon gjuhën që më thon kundër popullit të tij. Atëherë ja tërheqin vërejtin populli i Belamit dhe i thënë ke mendjen që e duke bë se po lutesh kundër neve e për Musain alayhis salam. Derisa subhanallahu, do të thënë saktësia e këtyre secili detaj mundet edhe më kone kontestuar meqense nuk kena mundësi me i vërtetu sepse nuk janë gjitha haditha, një pjesë e tyre janë prej israeliatëve, po thonë që mufesirat që i del gjuha dhe i del gjuha aq shumë sa që i ngjitet në gjoks. Prandaj edhe Allahu e përmend shembullin e qenit në këto ajete. Pastaj Belami kur e sheh që ka mbaruar puna e tij, kur e ka humbur këtë privilegj për kundër diturisë që e ka marrë, sepse ky privilegj i ka si pasojë e diturisë, e prej diturisë më të çmuar është dituria e tij për emrin më të madh të Allahut Madhum. Pas kësaj Belami atëherë i kthehemi hileve, dinakris, mashtrimit. Unë e di një mënyrë çish mundet Allahu me shkatru popullin e Musait alayhis salam. Edhe i porosit popullin e tij që më i zbukuru vajzat e tyre, edhe mi dërgu në kampin e ushtrisë së Musait alayhis salam, mënyrë që me ra në amoralitet ushtria e Musait alayhis salam. Derisa njëri prej këtyre udhëhecëve bjen në amoralitet me një prej këtyre vajzave, edhe Allahu i Madhum brenda një çasti në numrin më të vogël është që i shkatron 20.000 njerëz me murtaj. Në numrin më të madh që përmendet është 70.000 njerëz nga ushtria e Musait alayhis salam. Vetëm për shkak të transmetimet janë të ndryshme, thash, mirë po, një transmetimi më saktë nga ajo që e kam pa prej komentatorëve të Kuranit është që vetëm për shkak që ka bë zina apo amoralitet një prej komandantëve apo një prej udhëhecëve të ushtrisë së Musait alayhis salam, i cili është rebelu kundër Musait alayhis salam, dhe pastaj vjen një ushtarak tjetër, pra dikush tjetër që ishte në rangull më të lartë të Musa alayhis salam, dhe e vret këtë zinaqar, këtë njeri të pamoralshëm,
edhe atë gruat pa moralshme, edhe ngrihet kjo sprova apo ky dënim nga populli i Musait alayhis salam. Pra, në këtë pjesë të mësimit, kemi shumë mësime, shumë urtësi që për secilin prej tyre meriton një meditim edhe një reflektim për secilin që e dëgjon, edhe mos, këshilla jeme është që mos t'i marrim këto tregime përkundër pamundësisë tonë me vërtetu saksinë apo saksinë e tyre, thjesht si ngjarje të mahnitshme, mirë po le të shikojmë për mësimet që i kanë to, sepse secili prej këtyre mësimeve thuajse është i argumentuar me argumente të sakta, qoftë në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e qoftë drejt për drejt nga Allahu i Madhëm. Allah shumë left hoqët dhe madje shohim që nëse begatia diturisë nuk ta afron tek Allahu i lartësuar, e shohim që në anën tjetër mund të bëhet argument kundër teje. Dhe kjo është ai ndoshta ai mësimi të cilin duhet ta marrim gjithë secili prej nesh si besimtar dhe lexues të Kuranit, që ta kuptojmë fjalën e Kuranit dhe të zbatojmë dhe të shikojmë këto porosi të Allahut të lartësuar. Në vijim Allahu i lartësuar në pas surës Araf e përmend një sure tjetër që është surja Anfal. Ibn Abbasi këtë sure e ka quajtur sikur surja e Bedrit. Përderisa në të trajtohet në hollësi betejë e Bedrit apo lufta e Bedrit që ka ndodhur menjëherë afër pas hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bukra kësaj sure, ky xhuz i përfshin 5 faqet e para apo gjysmën e surës. Në këtë xhuz trajtohet një pyetje që përgjigja vonohet tek pas 5 faqeve apo tek pas 40 ajeteve jepet përgjigja. Yes'alunaka 'anil anfal, të pyesin ty për plaçkën e luftës, për prejën e luftës. Dhe në vijim Allahu i lartësuar në mes përgjigjes për këtë pyetje trajton shumë dispozita, trajton cilësitë e besimtarëve, urdhën që t'i bindën Allahut dhe të dërguarit e tij, të ruhen nga devijimi, të ruhen nga përçarja në mesin e besimtarëve, dhe sikur Allahu i lartësuar dëshiron të na thotë neve që mos anoni nga kënaqësitë e kësaj bote, mos lakmoni nga pasuritë e kësaj bote, po fokusohuni, përqendrohuni tek temat boshtë, tek temat thelbësore të fesë islame, ndërto që janë besimi në Allahun, bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij, pastaj mos përçarja në mesin e besimtarëve. E shohim hoxh që në fillim të surës Anfal, Allahu i lartësuar i përshkruan disa i përshkruan cilësitë e besimtarëve të vërtetë. A mund të na shtjellosh pak se cilat janë ato cilësi dhe me të cilat ne duhet të stolisemi me to, cilat janë ato virtyte që duhet t'i marrim parasysh në çdo ditëve tona përgjatë jetës? Përmendet që surja Anfal fillon për dispozitat e plaçkës. Dhe plaçka është në një ngjarje lufte, në gjendje jo të zakonshme, apo? Mirë, megjithatë, edhe në ngjarjen e pazakontë këta që janë besimtarë këta kanë rregulla. Këta e dinë se si duhet vepru dhe se si duhet me dorëzu, se si duhet me respektu normativën islame për këtë zemat. Ndaj Allah s.w.t. me njerë pas në ajetet në vijim, ajeti i 2 i 3, flet për cilësitë e besimtarëve se këta që nuk kuritën luft, janë që nuk kuritën edhe në përditshmërinë e tyre. Cila është domethënë përditshmëria e tyre e ka treguar Allahu nëpërmjet shenjave. Mirë po, na duhet me pas një rregull. Shenja diçka e shfaqshme. Mirë po, gjithçka e shfaqshme, po stabile, bukur, e ka një themel, e ka një thelb, e ka një rrojnë. Dhe Allah nuk i përmend fillimisht ato të shfaqshmet, po ato që nuk shfaqen. Domthonë përpara se me pa një trung të një peme, realisht ekziston një rrojë e shnosh. Allahu thot: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Besimtarët e vërtetë janë ata që kur përmendet Allahu, zemrat e tyre forgollojnë. Domethënë, kjo është diçka shumë domethënë e brendshme. Kjo është absolutisht domethënë e pashfaqshme. Domethënë ka shku një lidhje aq e mirë me Allahun, saqë vetëm përmendja e Allahut nën kupton forgollim të zemrës. E dyta thotë: "Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun." Dhe janë ata që kur u lexohen ajetet e Allahut, kur u lexohen domethënë ajetet kuranore, thotë imani i tyre shtohet edhe ju shtohet mbështetjen e Allahut. Ktu kemi 3 gjëra këtë janë zemrës. Këtë janë zemrës. Domethënë forgollimi i zemrave prej përmendjes së Allahut, pastaj shtimi i besimit në sajt e ajeteve, domethënë zemrat e tyre kanë pranueshmëri për kumtesën hynore, domethënë zemra nuk u volo, zemra së shnosh. Allah po e pranon, domethënë kjo është edhe një fashenje se nëse njerit nuk i forgollon zemra gjatë dhikrit, pastaj nuk preket pi ajeteve, edhe nuk i shtohet te vekulin Allahun, domethënë këtu ka problem.
Tu ekziston një problem. Pastaj Allah azza wa jalla i përmend se si shfaqet ky iman, se si shfaqet kjo fetaria brendshme, se si shfaqet ky besim i këtyre njerëzve. Thot alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Janë ata të cilët e fajin namazin dhe për asaj që na ju kena dhënë, ata japin. Domethënë, në falja e namazit, edhe dhënia e zakatit është rezultati i zemrës. Pra arsye njerëzit që nuk falen ose nuk japin zakatin, edhe thirrën te zemra, domethënë është kontradikte e qartë me këto ajete kuranore. Domethënë, me pa zemrën e mirë ti ishe fal, me pa zemrën e mirë ti kishe dhënë, me pa zemrën e mirë kishe bind Allahut me gjymtyrët e tua. Ndaj kjo radhitje është me këtë urtësi. Si përfundon pasazhi, thot ulaika humul mu'minuna haqqan. Këta janë për një me besimtar. Këta janë besimtar të vërtet. Kush është besimtar i vërtet? Ai i cili ka ndreq raportin shpirtëror me Allahun, dhe ky raport shpirtëror është konkretizuar nëpërmjet veprave. Ndaj relacioni vepër-zemër është relacion intersjellët, po edhe matës. Domthonë dobësohen veprat se u dobësua zemra. Dobësohet zemra sepse janë dobësuar veprat. Prishën domethënë zemrat, prishën veprat. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Numanit, domthonë është një copë mishi në trup, nëse ajo ndreqet gjithë trupin, domthonë ndreqet veprat. Prishet ajo prishën veprat. Ndaj na e trajtuam këtu edhe te tregimi që e përmeni Hoxha Ahad, domethënë këtë esenca po sillet te zemra. Domthonë ka ekzistuar ai Belami një lloj vetpëlqimi, një lloj sigurie që unë megjithatë edhe pse e kam këtë afërsi me Zotin, e keq përdorur këtë afërsi për mu pozicionu kundër një profetit të Zotit. Domethënë krejt narrativa e këtij xhuzi po sillet te zemra. Domethënë se zemra është ajo piknisja e madhe e ndryshimit, qoftë për mirë, qoftë për keq. Ndaj Allahu subhanahu wa taala edhe te shembulli më parë të largon pi ajeteve shkaku i zemrës, shkaku i mendimësisë. Këndej domethënë ta kallzon se po dashte mos mu konte çaj shembull, atë rregulloje zemrën. Dhe këto tri matje të zemrës janë të lehta. Konsideroj që janë të lehta, sepse dhikri është ibadet i lehtë. Kontakti me ajetet e Allahut është i lehtë. Edhe tevekuli është diçka që ty nuk mungon asnjë moment. Domethënë çdo moment ti ke nevojë për tevekul në Allah. Domethënë edhe nëse na kap frika mos mu bëj sikur Belami, apo? Që menaxhojmë këtë frikë, vetëm me tevekul në Allah. Se përndryshe nuk mundesh me menaxhu. Domethënë këto trija janë testi i pandalshëm. Në vazhdimisht testohet te zemra nëpërmjet dhikrit, nëpërmjet ajeteve, edhe nëpërmjet domethënë tevekulit në Allah subhanahu wa taala. Pastaj kjo e ndreq namazin. Kjo pastaj e ndreq zakatin. Domethënë edhe prania edhe ndreqja, ta kemi në konsiderat. Dikush e ka namazin, po ka nevojë namaz shumë më përmirësu. Dikush e ka zakatin, mirë po se ka fjala bie për shembull mimma razaqnahum, nuk e ndjen që o tu dhon pishë ka dhënë Allah, po e ndjen që e fitova dhe po e jap. Kjo është domosdoshmë shumë problematike. Domethënë nuk është i njëjtë zakati i dikujt i cili thotë unë shoqër që jam bujar dhe po jap. Edhe zakati aty më të thotë jo, kjo është çështje ime. Shprej Allahut. Po, është amanet tonë. Allah shpëleft hoxhë, këtu shohim që besimtari sprovohet gjatë ditës vazhdimisht, sidomos te pjeksa e Kuranit. Besimtari duhet të jetë më vigjilent në aspektin se si po përjeton leximin e ajeteve kuranore, apo reflekton në shtim të imanit këto ajete apo jo. E shohim që Allah i lartësuar në vijim pas përshkrimit të besimtarëve, Allah i lartësuar i edukon përsëri muslimanët duke u përshkruar atë wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Nuk i gjujti kur i ke marrë ti sebepin, por efekti i atij sebepi është prej Allahut të lartësuar. Dhe Allah i lartësuar në ato ajete në vijim i kërcënon edhe i kanos edhe jo besimtarët nëse vazhdojnë atë mohimin e tyre. Mund të na shpalosësh pak hoxh në lidhje me këto ajete? Po, Allah shpëlef, po para kësaj, domethënë kisha dashur me ndërlidh me dy ndërhyrjet paraprake. Pra, të shembulli i parë që e përmendëm, që janë bitë e Izraelit pas e kalojnë detin, pra them që për shkak të mbetjes tyre kulturore që kanë të shtypur, të robëruar, s'kan mujt me dal për te kësaj. Tek shembulli i dytë i Belamit, e kena pa që një njeri i cili përkundër diturisë së tij, në mungesë të devotshmërisë, dituria e tij nuk ka prodhu një njeri të mirë, po ka prodhu një ego të fortë, pra një vetpëlqim të fortë. Këtu në këto ajete Allahu i Madhërum, përpara se me dal tek wa ma ramaita idh ramaita, nuk i ke gjujti kur i ke gjujt, pra nuk i ke gjujti kur i ke gjujt, është shumë interesant si shprehje. Allahu i Madhërum në pjesën para saj thot që nëse ti del përballë armikut, atëherë mos ja kthe shpinën. Pra ma të mirë nëse do me dalë përballë, përgatitu nëse do me dalë përballë. Këtu është në kontekst luftës Bedrit. Po pastaj kjo domethënë është rregull i përgjithshëm i cili vlen në situata të ndryshme. E përballja jonë sot shumë herë është ndoshta me një diskurs të imponuar ku helmohet opinioni publik me dokra të ndryshme. Pra, nëse don me dalë me u ballafaqu, atëherë mos u zbraps.
Mirë po, edhe nëse ndodh zbrapsja, që ka ndodhur në disa raste, atëherë zbrapsja të jetë me si strategji për rigrupim e asnjëherë si pranimi i disfatës. Nuk ke mundësi ti me pranu disfatën kur nënën tënde, pra ti je me të drejtën, je me të vërtetën, je me Allahun e Madhun. Prandaj Allah thotë wa ma ramejte idh ramejte. Pra nuk ke gjujti kur ke gjujt. Po është Allahu i cili ka gjujt. E këtu bëhet fjalë pra pikërisht kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luftën e Bedrit, kur e shet pjesën e madhe të kundërshtarëve, armiqve të ushtrisë, pra idhujtarëve, atëherë domethënë mbështetja e tij e fortë në Allahun e Madhnuar e bën që me marr një grush dhe edhe me gjujt me dhe. Pra ajo kon sebepi që ka mujt me marr para asaj turme. Allahu thotë ti nuk e ke gjujt kur është gjujt. Prandaj i urdhron angjujt në krye me ta Xhibrilin alayhis salam që secila pjesë e asaj gjuajtje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ishte me dhe, mi godit sytë e idhujtarëve, prandaj edhe muslimanët korin fitore. Pra kjo është një vërtet historike e dëshmuar. Përderisa te Belami mundemi me pas disa rezerva, le themi mbi saksinë e saj, kjo është e vërtetuar e dëshmuar historikisht, madje s'ka ndonjë pjesë e historisë së njerëzimit që është më e dëshmuar se kaq. Edhe tek periudhat më vonshme historike, ngjarjet që kanë ndodhur më vonë, nuk janë po kaq sakta sa është kjo e saktë me luftën e Bedrit dhe betejë të tjera, apo betejën e Bedrit dhe betejë të tjera të cilat kanë ndodhur. Për këtë arsye, domethënë është shumë e rëndësishme e para, me mbështet tek Allahu Madhnuar, me ndërmarr veprim, mi marrë sebepet, në fund pas suksesit, mi atribu meritet Allahut Madhnuar. Pra, nëse nuk i atribojmë, nuk do të thonë që na kena kur fitore. Le ta ketë vëmendjen besimtari që nëse cilën prej këtyre fazave të mos dështoj. Se shumë herë shejtani vjen në fazën e fundit, djalli vjen në fazën e fundit edhe ta humbësh problemin. Pastaj ky adresimi i meriteve tek Allahu Madhnuar, përpara se të jetë me gjuhë, le të jetë me zemër. Pra, le të jetë bindje e njeriu që pa suksesin e Allahut Madhnuar, pa mbështetjen e Allahut Madhnuar, nuk kishte me arrit as me pas vullnet për me bë mirë. Le pastaj që me bë veprën e mirë. E le pastaj që në çat vepër të mirë me bë ashtu ç'e don Allahu. E le pastaj që ajo vepër e mirë çush ka dash Allahu më pranu tek Allahu Madhnuar. Që ka krejt në vit të kundërt me krejt ato veti të këqija. Po, pikërisht. Allah shpërbleft. Pikërisht te betejë e Bedrit e shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç që i ka marrë sebepet, e shohim ashtu qysh i ka shku Ebu Bekri atëherë kur ka bë dua para fillimit të betejës dhe aq lart i ka ngrit durt duke bë dua, saqë ju kanë pa në sqetullat duke ngrit durt nga qielli dhe i ka ra gjybja në tokë. Dhe Ebu Bekri nga dëmshëria i ka thënë që mos e mundo veten kaq shumë, mjafton kaq shumë. Edhe pastaj e dijmë rezultatin si ka ndodhur betejë e Bedrit. E shohim që Allahu i lartësuar pas këtyre ajeteve e përmbyll këtë gjuz me një pjesë të ajeteve ku Allahu i lartësuar e përmend që besimtarët t'i binden Allahut të lartësuar dhe të dërguarit e tij duke bërë një thirrje ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum o ju që keni besuar binduni Allahut dhe të dërguarit e tij. Dhe Allahu i lartësuar në vejim e tregon se pasuria dhe fëmijët janë sprovë për jetën e besimtarit. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna 'inda Allahi ajrun 'azim. Dhe tek Allahu keni një problem të madh. Pastaj Allahu i lartësuar përmend një çështje ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Te kjo pjesa e furqanit, kur Allahu i lartësuar na thirr o ju besimtar, binduni Allahut me devotshmëri, që Allahu i lartësuar t'ju bëj furqan. Çfarë është për qëllim furqan? T'ju bëj Allahu i lartësuar një mundësi që ta dalloni të vërtetën nga e kota. Dhe këtu e shohim që besimtari krahas përpjekjes në nxënjet e ditërisë, studimit, leximit, shkrimit, hulumtimit, duhet t'i marrë edhe disa shkaqe të tjera që janë më efektive mbase se sa përpjekjet e tij. Ajo është njëra, të kërkoj dua, të bëj dua tek Allahu i lartësuar që Allahu i lartësuar të shtë dituri, dhe tjetra është që të arrijë devotshmërinë në zemrën e tij, që në mënyrë që Allahu i lartësuar të jep sukses që ta njohë të vërtetën nga e kota. Dhe me kështu e përmbyllim këtë gjuz nga surja Araf dhe surja Anfal. Dhe duke lutur Allahun e lartësuar të na bëjë dobi nga këto çfarë shpjeguam dhe të na reflektojmë nga këto mësime duke na e bërë Kur'anin pranver të zemrave tona dhe dritë të gjoksave tona. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا